Dëshira e Zotit është të kemi shëndet të mirë, të kemi gjërat që në duhen për të jetuar në paqe, të ardhme dhe shpresë dhe të mos vuajmë. Këtu janë disa shpjegime se nga vjen vuajtja dhe si të shpëtojmë, bazuar në fjalët e Zotit nga Bibla. Kur njeriu i parë Adam bëri mëkat në kundërshtim me dëshirën e Zotit, njerëzit e trashëguan mëkatin që bëri Adami. Dënimi për mëkat është vdekja. E vetmja mënyrë që Zoti të pajtohet me njerëzimin ishte ta merrte dënimin për mëkatet e njerëzve. Prandaj Zoti e dërgoi birin e tij, Jezus Krishtin, në tokë. Ai lindi në trup nga Shpirti i Shenjtë nga Virgjëresha Maria, nuk bëri mëkat. Bëri mirësi për njerëzit, bëri çuditëra në shërimin e njerëzve dhe çlirimin e tyre, ringjallje. Tregoi si duhet të jetojmë. Ai u kryqëzua për ne, u pagua për dënimin ton me gjakun e tij, vdiq, u varros, u ngrit ditën e tretë, u ngjit në qiell. Ai është gjallë dhe do të kthehet përsëri. Me kryqëzimin e tij na pajtoi me Zotin, na pleu nga djalli, na justifikoi, na dhuroi shpëtim dhe jetë të pasosur. Na çliroi nga dhimbjet, smundjet dhe vuajtjet, mallkimet. Na dha Shpirtin e Shenjtë të na ndihmojë, ngushëllojë, të na udhëheqë në jetë të bekuar me mbrojtjen e Zotit. Lajmi i gëzuar është se Jezusi erdhi, e kreu dëshirën e Zotit, e dha jetën e tij që ne të jetojmë dhe kur do ikim nga kjo botë, në vend të vdekjes së përjetshme, të pranojmë jetën e pasosur bashkë me Zotin. Në qoftë se besoni dhe e pranoni këtë lajm të gëzuar në zemrat tuaja, në mëshirën e Zotit, bëheni fëmijë të Zotit. Dhe ju mund të shpëtoni nga dënimi për mëkatet tuaja, nga vdekja dhe vuajtjet, në qoftë se me lutje të sinqerta afroheni me Jezusin, me lutje të shkurtër, luteni në qetësi, besim, nga zemra folini Zotit. Ai ju dëgjon. Jezus Krishti, pranoj dhe jam dakord se jam fajtor, pendohem dhe heq dorë nga mëkatet. Besoj që ti je biri i Zotit që vdiqe për mua dhe të gjithë, për mëkatet e mia dhe Zoti të ringjalli nga të vdekurit. Të lutem, ti je Zoti im, ti më udhëheq, më drejto mua dhe jetën time, shëndetin, familjen dhe çdo gjë që është e imja. Faleminderit dhe lavdi për ty, Zoti Jezu Krisht. Në qoftë se e bët këtë, me gjithë zemër, me sinqeritet, u bët fëmijë të Zotit, ju keni marrë dhuratën e shpëtimit dhe të jetës së përjetshme. Fryma e shenjtë u shpërngur në zemrën tënde dhe mbushi me dashurinë e Zotit. Ju ndihmon që ta lini mënyrën e gabuar të jetesës dhe të filloni jetë të re me lutjet e Zotit, me leximin e Biblës, bashkë me besimtarët e tjerë të udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë. Kjo thirrje ju drejtohet të gjithë popujve. Çdo njeri duhet ta pranojë sa më shpejt, sepse sipas parashikimeve të Biblës, Jezusi shumë shpejt do të vijë në qiell për t'i marrë njerëzit e tij të vdekur dhe të gjallë me besim në zemër, që të jenë bashkë në përjetësi, në trupa të patretur, dhe në tokë do qeverisë zemërimi i Zotit nëpërmjet vuajtjeve të ndryshme. Prandaj, bëjni këtë zgjedhje sa më shpejt dhe nxitini të afërmit tuaj ta bëjnë, që të jeni bashkë përjetësisht dhe vdekja të mos ju ndaj. Falënderim dhe lavdi i qoftë Jezus Krishtit.